Tjera bashkë bisedoj me zotin Emilio Çika. Mirë se erdhe, faleminderit. Kënaqësi e veçantë për herë. E solli edhe një herë nëpërmjet podcastit në vëmendje këtë mesazh që çoi kryeministri në bordin e paqes dhe që tërhoqi vëmendjen ndoshta sa i takon asaj se çfarë ndodhi në Hag. Si e keni parë? Ishte një taktike kryeministrit për të tërhequr vëmendjen, një shqetësim real që duhet të referohet deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner kryesor? Shikoni, ishte një moment i duhur, të paktën në mundësinë e dy shteteve, siç është Shqipëria dhe Kosova, të cilat nuk e kanë mundësinë që të jenë gjithmonë në sallone të mëdha diplomatike, dhe në një moment i cili është ku mund të dëgjohej zëri i tyre. Kështu që momentumi që ka përgjedhur kryeministri shqiptar për të ngritur këtë çështje ishte, do thoshja unë, i dur. Ana tjetër, nëse do shohim se a do ketë një rezultat. Pra për çfarë shërben, a do të arrin influencat amerikane? Qëllimi është mjaft pozitiv. Dhe për ato që është ndjeshmëria dhe do thoshja unë interesi i Shqipërisë dhe i Kosovës për çështjen në fjalë. Nga ana tjetër, unë kam thënë edhe herë tjetër që gjykata ndërkombëtare është një gjykatë me një jurisdiksion të gjerë, e cila është ndërtuar në kohën kur është ndërtuar si me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe me atë të vendeve kryesore evropiane ose thuajse me të gjitha vendeve evropiane, që do të thotë që ka një legitimitet dhe është një institucion, në thojza apo e vendos, ndërkombëtar, dhe i ushtrohet atij që është e drejta ndërkombëtare. Që do të thotë që ndërhyrja në to e shteteve dhe e politikës, teorikisht duhet të jetë është jashtë, nuk e prek institucionin, dhe nga ana tjetër, nëse do shohim, unë e kam thënë edhe në një dalje time të mëparshme, që ky institucion ose kjo gjykat ka në ndjekje ose ka ngritur akuza edhe kundrejt të dy drejtuesve të rëndësishëm shtetesh ndërkombëtare, siç është Vladimir Putin dhe Benjamin Netanyahu nga ana tjetër, që janë me arrest ndërkombëtar. Interesi më i madh, të thoshja unë, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nëse do mundej që të ndërhynte në vendimarrjen e një gjykate të tillë, do ishte pikërisht heqja e këtij arresti për Benjamin Netanyahu, kryeministrin izraelit. Është shumë më parsore, do thoshja unë, atë që është politika dhe interesat ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që nga ana tjetër edhe çështja në fjalë duhet, ose të paktën për atë që është ndjeshmëria e Shqipërisë dhe Kosovës, ju thash, ishte një moment pozitiv dhe një moment për të ndoshta që u shfrytëzua jashtëzakonisht shumë mirë nga kryeministri shqiptar, për të ngritur çështjen dhe për të dëgjuar në aspekt dhe në një nivel ndërkombëtar ku nuk do dëgjojë më përpara. Dhe madje nuk do kishte akses për të dëgjuar më përpara. Pikpyetje janë për atë se çfarë diskutojnë veçmës me Donald Trump si zonja Osmani dhe kryeministri shqiptar. Megjithatë, përteja asaj që mund të jenë aludime ose sqarime të pjesshme që janë bërë kryesisht nga këshilltarët e zonjës Osmani, a pati mesazhe, domethënë se bordi në vetvete dhe kujt i shërbeu? I shërben individualisht politikës së Edi Ramos, së cilësinë e kryeministrit të zgjedhur në Shqipëri, apo realisht i shërben shqiptarëve apo më gjërë? Njëra nuk ka pse të përjashtoj tjetrën. Që të dyja sigurisht janë në interes. Në radhë të parë, Shqipëria ka mundësit e pakta për arsye të rëndësisë dhe të peshës së saj ndërkombëtare për të qenë në sallone të mëdha. Dhe kur e them në sallone të mëdha ndërkombëtare dhe kur e them sallone të mëdha, kryesisht i referohem organizatorit të këtij takimi, që është presidenti Trump dhe është Amerika në vetvete. Pa çka pastaj rëndësisë që merr qoftë edhe në politikën e brendshme amerikane që ka marrë kjo iniciativë, se ka patur dhe aty diskutime të ndryshme, ka patur, do thoshja, edhe një mediatizim relativ shpeshherë jo dhe me kaq rëndësi kundrejt kësaj nisme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por si një zhvillim ndërkombëtar, sigurisht që Shqipërisë i intereson, ndodhet në një arenë ndërkombëtare, dëgjohet zëri i saj, si i saj ashtu edhe i Kosovës, dhe nga ana tjetër sigurisht që
do shfrytëzoj politikisht edhe nga çdo përfaqësues, specifikisht edhe nga kryeministri shqiptar. Pra është e pashmangshme që një figurë politike që ndodhet në një takim të tillë, ndodhet në një takim të organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos të marrë kredo politike dhe mos t'i faturoj politikisht vetes së tij apo edhe pas tij në mënyrë institucionale edhe Shqipërisë. Kështu që, siç u thash, e para nuk shmang të dytën dhe në këtë aspekt kushdo, madje do thoshja nga liderët që janë aty, nëse do shohim dhe nëse do shohim cilat shtete janë pjesëmarrëse, apo rëndësinë e tyre, apo edhe se sa janë të lidhur ngushtë në thelb me atë se çfarë përse është i ndërtuar bordi, do shohim që shumë shtete janë larg si në aspektin geografik, ashtu dhe në interesat e tyre në lidhje me pikërisht me konfliktin në Gaza dhe në situatën Izrael-Palestinë. Dhe një sekond, do më falesh, të gjithë një pjesë e mirë e liderëve aty janë pikërisht në këtë bord për arsye të marrëdhënies së veçantë që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose duan të kenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë aspekt kredo politike si kryeministri shqiptar, ashtu dhe të gjithë liderët që ishin në atë tryezë do e kenë dhe do e shfrytëzojnë për ta paraqitur si në aspekt ndërkombëtar, ashtu edhe në aspektin e brendshëm politik të vendeve të tyre. Tani te kjo ndarje, se ne kemi parë kryeministrin i cili ka pra ato që ne i evidentojmë si marrëdhënie më të afërta me Italinë, me Francën, me liderët atje, të cilët nuk qenë pjesë, sikurse edhe ajo e Vatikanit që u komentua, mori vëmendjen e vet Donald Trump. Dhe këtu në këtë politikën tonë u diskutua gjatë edhe për një vendosje në vështirësi të kryeministrit në raport me qëndrimin që mund të mbajë Shqipëria. Ndoshta është naive të mendohet, sepse ne dim rrugtimin që kemi patur në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ja që ishte pjesë e debateve dhe analizës këtu. Vërtet ka patur diskutim nëse kryeministri shqiptar zgjedh mes miqve europianë, siç i cilësojmë ne, se unë mendoj që nuk ka miq të mirëfillt, ka bashkëpunëtor në këtë politikën e madhe në raport me vendin tonë. Ka interesa shtetërore. Po, dhe interesa shtetërore. Shikoni, në radhë të parë kjo që më pyesni ka disa dimensione. Në radhë para e të që është dimensioni europian dhe cila ishte ai interesi drejt për drejt i Bashkimit Evropian për të qenë apo mos të qenë pjesë e këtij bordi. Pjesa më e madhe e vendeve europiane nuk ndërmorën një pjesëmarrje në këtë bord, si në aspektin e vendit që të ishin pjesë themeluese e bordit, si edhe në pjesën e shumë vendeve të cilat mund të kishin opsionin për të çuar të dërguar në aspektin e vëzhguesit aty. Disa shtete europiane e bën, disa një dy shtete të tjera ishin pjesëmarrëse në vetvete në takimin e Washingtonit. Në ana tjetër ka një debat të brendshëm europian në lidhje me këtë nismë dhe nga ana tjetër ka dhe një përplasje, do thoshja, ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Bashkimit Evropian. Për shembull, drejtuesja ose kryekomisionerja europiane ka dërguar një përfaqësues të saj në statusin e vëzhguesit, duke mos marrë atë që është akordimi vendeve europiane, madje Franca shprehu edhe atë çudim se pse është dërguar një i tillë. Gjë që do të thotë që ka edhe një përplasje të ndërmjet, siç u thash, institucioneve dhe vendeve në lidhje me këtë nismë. Nga ana tjetër, Shqipëria nuk do e shoh si diçka që është një përzgjedhje të një aleati dhe lënje mënjan të një aleati tjetër, duhet thënë kjo, duke patur parasysh atë që është domosdoshmëria e një marrëdhënie shumë të fortë të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka qenë historikisht që pas viteve 90 dhe me një mbështetje që ka qenë e pa diskutueshme nga Shtetet e Bashkuara për Shqipërinë në të gjitha ato që janë proceset e saj të deritanishme. Ana tjetër, Shqipëria sigurisht që është në atë që është procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, po kjo nuk penalizohet në lidhje me pjesëmarrjen në këtë bord apo edhe me aktivizimin e saj në këtë bord. Kështu që duke qenë se Europa nuk ka një qëndrim zyrtar, nuk ka patur një, le të themi, një qëndrim
për mos pjesëmarrjen zyrtare në këtë bord, pra është lënë e lirë në dorën e shteteve, pra ka edhe shtete të tjera, siç është Italia, për shembull, e cila mund t'i bashkohet në një farë mënyre më vonë. Ka disa shtete përsërit të cilat kanë shprehur interesin në Bashkimin Evropian për të qenë. Por nuk ka një vendimarrje të përbashkët institucionale për të qenë pjesë apo jo e kësaj iniciative. Nëse do shohim pastaj edhe nga ana tjetër, atë që ka qenë qëndrimi i presidentit amerikan në takimin e Washingtonit, ka qenë një qëndrim madje do thoshja unë me tone disi, nuk do i thoshja të larta, por me tone kundrejt Evropës që mos të luajnë lojra në lidhje me iniciativat që ja i ndërmerr dhe që së shpejti edhe ato do jenë pjesë e kësaj iniciative, për të cilën presidenti Trump, qoftë për arsye momentale, qoftë për arsye të mënyrës se si sheh vazhdimsinë e tij politike, i është investuar për krijimin e këtij bordi dhe madje e ka vënë në lëvizje duke qenë edhe në bashkëpunim ose duke futur në bashkëpunim edhe me Kombet e Bashkuara. Pastaj, se sa ky bord do jetë funksional, se sa ky bord do arrijë që të përmbushë ato që janë detyrimet e tij statutore, kjo do duket është deri tani kemi shumë pak të dhëna, pritej që të kishte madje edhe firmosjen e disa rezolutave nga presidenti Trump për të parë atë se çfarë do jetë bordi dhe se si do funksionojë në praktik. Një lajm të mirë do thoshja unë në një farë mënyre, e dëgjuam me atë që Shqipëria do marri pjesë në këtë bord, jo me detyrime financiare, i mirë në kuptimin e kapaciteteve të Shqipërisë dhe që mund të përmbushë detyrimet e saj. Se këtu ngjalli shumë pikpyetje, pra se sa kemi paguar për këtë, por do të kemi vetëm trupa të cilat do jenë paqëruese ose policore, gjë që është shumë pozitive, si për Shqipërinë, ashtu edhe për mundësitë e saj, e cila mund t'i përmbushi detyrimet që ka kundrejt pjesëmarrjes në këtë bord. Tani, të lexojmë pak në rreshta. Çfarë mesazhi diplomatik ose si mund ta shfrytëzoj Vjosa Osmani atë që i tha Trump? Mund të më telefonosh. Ishte më gjatë se kaq, po besoj. Presidenti Trump ka mbajtur disa qëndrime në lidhje me konfliktet të cilat gjatë një viti të presidentës së tij ai ka zgjidhur. Disa prej tyre janë, do thoshja unë, konflikte të cilat kanë qenë disa vjeçare, disa konflikte momentale, siç për shembull është një konflikt i gjerë që ka qenë ndërmjet Pakistanit dhe Indisë, por në momentin e dur u rizgjua dhe u rishua edhe me ndërhyrjen e presidentit Trump, janë konflikte shumë më të mëdha dhe në aspekte kur flasim për dy vende të cilat janë vende bërthamore dhe mund të sellin një përshkallëzim shumë të madh rajonal, po edhe global. Ana tjetër, në lidhje me Kosovën, siç u thash, e rëndësishme është prania e saj dhe zëri i saj, një shet i cili nuk është një shet me një njohje ndërkombëtare të cunguar, që do të thot një pjesë e mire e vendeve të Kombeve të Bashkuara nuk e njohin Kosovën, dhe fakti që ndodhet në këtë takim dhe që merr ftesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë aty, tregon që është një mbështetje e vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Në lidhje me konfliktin, për të cilin besoj se presidenti Trump i referohet zgjidhjes së konfliktit nëse është diçka e tillë ajo e takimit që ka qenë në Washington në presidencën e tij të parë ndërmjet presidentit Vučić dhe kryeministrit të kohës në Kosovë, ku ju paraqit një plan 10 pikësh për të firmosur dhe duhet thënë në një farë mënyre që të dy liderët ishin thuajse të paditur se çfarë po firmosin. Është një ikon madje e presidentit Vučić që po shfleton marrëveshjen duke u çuditur se ç'po firmos. Dhe nuk ka diçka tjetër ose nuk ka një ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në atë që zgjidhja, të paktën në skenë. Raportet mes dy vendeve. Po, në prapa skenë nuk dim se që mund të kenë ndodhur, por situata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i tha unë zgjidha, tha. Është në një situatë ngrirje
dhe nuk ka hapa në ato që janë bashkëbizetimi ndërmjet tyre, ka ndaluar si në aspektin e asaj që kanë qenë negociatat europiane për t'i ulur në tryezën e bizetive, ndoshta kjo ka ardhe dhe për arsye të ngërçit politik të zgjatur në Kosovë. Tashmë që kemi një qeveri të re, do kemi dhe një vazhdimsi të presidencës zonjës Osmani ose jo në ditët në vijim do duket. Do doja që të ndalesha. Po për konsum të brendshëm dhe për synimet e saj politike, Vjosa Osmani mund ta përdor këtë moment dhe a i duhet sot, ose më saktë, a mund të bëj një gabim taktik Kosova për inate të vogla të brendshme dhe ti thot jo Vjosa Osmanit, ndërkohë që duket që ka një misi mjaftë mirë e kanë shprehur paktën sa ne kemi parë me Donald Trump dhe ndoshta mund t'i konvenojë për situatat vështira në cilat ndodhet Kosova, që ka patur izolime si pasojë e qeverisjes së Kurtit, qasja e tij me ndërkombëtarët. Si e shikon? Pra mund të ketë një influencë? Qëndrimet e presidentes së Kosovës kanë qenë gjithmonë, duhet thënë edhe në këtë periudhë që ka patur një përplasje si të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si të vendeve europiane me Kosovën për disa qëndrime të qeverisë Kurti, ka qenë, le të themi, si zjarrfiksja ndërmjet qeverisë dhe aleatëve të saj kryesor në Kosovë. Ka një rol ndërkombëtar. Ka patur një rol dhe ka një rol ndërkombëtar, ka një zë të caktuar ndërkombëtar i respektuar, duhet thënë, nga komuniteti ndërkombëtar. Nga ana tjetër, sigurisht që edhe takimi në fjalë i jep një kredo dhe patjetër që i jep një kredo politike zonjës Osmani. Megjithatë, duhen para ato që janë balancat e brendshme në Kosovë dhe se cilat janë edhe qëndrimet politike apo edhe mikropolitike brenda në Kosovë gjatë ditëve në vijim që do jetë edhe përzgjedhja e presidentit të ri të Kosovës. Nga ana tjetër duhet thënë edhe diçka tjetër që ka patur një ftohje, nëse në fillimet e marrjes së qeverisë nga zoti Kurti ka patur një bashkëpunim shumë të fortë ndërmjet dy liderëve kryesor në Kosovë, por në vazhdimsi ka patur një ftohje në qendrimet e tyre, ka patur edhe zëra të cilat kanë qenë shpeshherë jo të linjëzuara me njëra tjetrën. Kjo do duket në vijimësi, siç u thash, me ato që do jetë qëndrimi zyrtar që do mbaj zoti Kurti në ato që është votimi në parlament për zgjedhjen. A mund të influencojë Amerika? Për zgjedhjen ose rizgjedhjen ose mos zgjedhjen e saj. Po mund të ketë një rol për ta konfirmuar? Mundet të ketë një ndërhyrje në politikën e Kosovës? Shikoni tani. Ka mekanizma? Flasim për një shtet i cili të vogël, me probleme. Me një shtet në radhë të parë që funksionon dhe ekziston farë një superfuqie. Mbështetje të shteteve, kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe në ato që është real politika, këto janë fenomenet më të zakonshme, do thoshja unë, të atyre që janë direktivave që vinë nga aleatët kryesor, madje ndonjëherë edhe të imponimeve që vinë nga aleatët kryesor. Kështu që në këtë kontekst, sigurisht që mund të ketë edhe një vendos në thonjza të përzgjedhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që mund të propozohet apo mund të imponohet në një farë mënyrë edhe vendimarrjes në të qeverisë apo edhe të shumicës parlamentare në Kosovë. Po këtu, Edi Rama, pati një mesazh dhe për opozitën, apo është e papërfillshme? Sepse kaluan nga këto akuzat që do të merret zvarr nga amerikanët si modele. Shkoni, ka patur një jo, ka qenë momentale, po ka qenë thuajse një qëndrim i zgjatur, thuajse mbi një vjeçar i opozitës dhe kryesisht i Partisë Demokratike në Shqipëri, që qëndronte ose mbështeste tezën e izolimit ndërkombëtar dhe kryesisht të izolimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryeministrit shqiptar. Kjo u thye. Qartazi nuk mund më të qëndrojmë dhe të mëshojmë, dhe ata vetë nuk mëshojnë më në këtë tezë. Nga ana tjetër, sigurisht që kryeministri shqiptar u tregua mjaftueshëm, do thoshja unë, i zoti, po e vendos në thonjza, për të përfshirë opozitën në këtë nismë, e votuar në parlament. Nisma është votuar me të gjitha votat, 140 vota në parlamentin e Shqipërisë, që do të thotë që
nuk mund të ketë një kundërshtim në vetvete për atë që është pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë iniciativë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, ju thash, kjo më shumë shkon si kredo politike e kryeministrit se në lidhje me atë që është debati dhe përplasja politike në Shqipëri, por sigurisht duhen parë edhe problematika të tjera të cilat Shqipëria ka, një pjesë në ditët që nga dita e djeshme në vazhdimsi, një pjesë e Shqipërisë është e izoluar, kështu që më shumë opozita do duhet të mbështetet në ato që janë kauzat e brendshme, se sa më shumë në kauzat ndërkombëtare. Nuk sulmohet një qeveri dhe një kryeministër me kauza ndërkombëtare, sepse ato që janë linjëzimet politike të Shqipërisë si vend dhe janë në përgjithësi për ato që janë çështje ndërkombëtare, janë në përgjithësi të linjëzuara. Paka shumë me veçori do thoshja të vogla, por në përgjithësi janë të linjëzuara. Pra, sulmi që duhet të bëj politik, që duhet të bëj opozita, nuk është në aspektin e qëndrimeve ndërkombëtare të qeverisë, por në ato që janë problematikat e brendshme të Shqipërisë dhe të mësoj në to nëse do që të ketë një debat dhe një arritje politike të suksesshme. Shika, unë të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Ju falenderoj. Në si gjithmonë, ndërkohë kujtoj të gjithë që po na ndiqni se gjithsa u thashtë edhe në faqen tonë zyrtare mcn.tv.al.